Nga Parisi ku ndodhet prej mbrëmjes të mërkurës, kryeministri Edi Rama nuk ka kursyer kritikat në drejtim të Europës që sipas tij nuk është zgjuar ashtu siç duhet dhe po tregon egoizëm, duke gjykuar të tjerët dhe duke mos parë nga vetja. Rama u shpreh se Europa nuk ndodhet në pozicionin më të mirë. Kreu i qeverisë ka sjellë sërish në vëmendje atë që shpesh ka filluar ta thotë me zë të lartë, që dështimi i atentatit ndaj Trump është një bekim jo vetëm për Amerikën, por për gjithë botën. Sa po vi nga Riadi, ku pata ndjerin të isha i ftuar nga nisma e forumit për investimet e së ardhmes, në një vend të jashtëzakonshëm, falas asaj që përfaqësoi në çështjet globale, sidomos kur bëhet fjalë për biznesin, inovacionin dhe teknologjinë. Kur ke mundësinë të gjendesh në atë pjesë të botës, e kupton që në këtë pjesën tonë ne duhet të bëjmë një dush për ulësie, sepse edhe sot, edhe pse bota po ekspozon tërësisht ujërat që zjejnë në marrëdhëniet midis vendeve dhe qasjeve përkundrejt gjërave thelbësore, ne vazhdojmë të mendojmë që ka diçka që nuk shkon me botën dhe që është vetëm një moment në kohë dhe gjërat do të kthehen siç ishin, tha Rama. Mendojmë se kemi legjitimitetin moral që na është blatuar nga ndonjë urdhër hyjnorja dhe mundësinë për gjykuar të tjerët dhe për të besuar se ne jemi pika e referencës se si duhet jetë bota, dhe kjo është e gabuar. Kjo nuk është e vërtetë. Është një lloj vetkënaqësie që sipas mendimit tim, mjaft modest, ka nisur të bëhet më i dëmshëm si këndvështrim dhe më pak i dobishëm për vetbesimin, ajo që ka ndodhur në SBA, dhe po flas për atë që Trump e përshkroi si plani preciz i Zotit për ta shpëtuar në mënyrë që të shpëtonte Amerikën. Sipas meje është diçka që, nëse Zoti kishte vërtet një plan, pjesë e këtij plani ishte të zgjonte edhe Europën. Nuk po e shoh Europën të zgjohet në mënyrën siç duhet. Ka një zgjim në shumë përpjekje që po bëhen, pra presidentja e KE, nga udhëheqësit që po përpiqen të çojnë gjërat përpara dhe në këtë shtys shumë të fortë për ndryshuar qëndrimin në raport me idenë e mbrojtjes, por sipas mendimit tim, kjo është diçka e fragmentarizuar, më pak se e mjaftueshme dhe mund të bëhet e rrezikshme në periudha fatmesme. Për mua është mjaft shqetësuese që ende nuk ka një plan evropian paqeje, ka vetëm një qasje binare dhe një konflikti që ka potencial për të degeneruar në diçka katastrofike, tha Rama.